Vetëvendosje pret që bisedime ndërmjet partive politike të rezultojnë me një marrëveshje për krijimin e institucioneve. Deputetja e zgjedhur e LDK-s Hykmeta Bajrami dorëzon kallëzim penal në prokurori lidhur me gjendjen në deponi në Pej. Deri në 40 minuta janë pritjet e veturave në pikën kufitare dhe i bardh për të hyrë në Kosovë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 17. Deputeti i zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi ka deklaruar se pret që bisedime ndërmjet partive politike të rezultojnë me një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja, duke i bërë thirrje partive të ish opozitës të heqë dorën nga, siç e quajti ai, çasja bllokuese e 18 muajve të fundit. Rustemi ka deklaruar se vetëvendosja së bashku me partnerët e koalicionit të deri tanishëm Guxo dhe Alternativa, si dhe deputetët e komuniteteve jo serbe, i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë, ndërsa shtoi se zgjerimi i shumicës do të varet nga gatishmëria e partive të tjera. Deputetja e zgjedhur e LDK-s Hykmeta Bajrami ka bërë të ditur se ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë e shtetit lidhur me gjendjen në deponinë rajonale të mbeturinave në Sferk të Pejës. Përmes një njoftimi në rrjetin e saj social Facebook, Bajrami tha se kallëzimi penal ishte dërguar kryeprokurorit të shtetit Zejnullah Gashi dhe kryeprokurorit të prokurorisë speciale Blerimi Sufaj në cilësinë e deputetës së zgjedhur të Kuvendit të Kosovës. Sipas saj, deponia është përfshirë nga zjarri prej 5 ditësh, duke paraqitur rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve dhe mjedisin. Ajo theksoi se problemi nuk lidhet vetëm me zjarrin, por me mënyrën e menaxhimit të deponisë ndër vite. Deri në 40 minuta janë pritjet e veturave në pikën kufitare dhe i bardh për të hyrë në Kosovë. Kolona në këtë pikë kufitare shkon deri në 70 metra. Pritje jo më të gjata se 15 minuta ka edhe në Vërmic, Merdar, Jarin e Bërnjak. Në të dhënat e paraqitura nga qendra kombëtare për menaxhim kufitar nuk shihet të ketë pritje edhe për të dalë nga Kosova. Dhe me lajmet më të reja nga bota, përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim. Rusia ka kryer një nga sulmet më të mëdha me raketa balistike ndaj Ukrainës, duke lënë të paktën 16 të vdekur dhe mbi 70 të tjerë të plagosur në të gjithë vendin. Forcat ajrore të Ukrainës kanë njoftuar se Moska kishte ndërmarrë një sulm masiv të kombinuar kundër Ukrainës, duke përdorur dron sulmues dhe lloje të ndryshme raketash të lëshuara nga ajri dhe toka, dhe se objektivi kryesor ishte kryeqyteti Kijevi. Gazetarët e CNN-it në qytet kanë raportuar se kishin dëgjuar shpërthime gjatë gjithë natës. Të dielën në mëngjes në qytet ndihej një erë fort tymi, ka thënë njëri prej gazetarëve, ndërsa alarmi për sulmin ajror ishte ende në fuqi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia kishte lëshuar më shumë se 40 raketa të llojeve të ndryshme, shumica e të cilave kundër kryeqytetit. Ndërkaq Andrii Sibia, ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme, e ka përshkruar sulmin si numrin më të madh të raketave balistike që nga fillimi i luftës. Influencuesi kontrovers Andrew Tate dhe vëllai i tij Tristan Tate janë arrestuar në Shtetet e Bashkuara pasi autoritetet britanike njoftuan ngritjen e akuzave të reja ndaj tyre dhe kërkuan ekstradimin e tyre. Shërbimi i prokurorisë së kurores në Mbretërinë e Bashkuar ka bërë të ditur se ndaj Andrew Tate janë ngritur edhe 7 akuza të reja për përdhunim, si dhe akuza të tjera që lidhen me trafikim seksual dhe posedim të imazheve të papërshtatshme të një të mituri. Ndërkohë Tristan Tate akuzohet për një rast të
sulmit seksual, 2 raste të përdhunimit dhe 3 raste të organizimit ose lehtësimit të trafikimit për shfrytëzim seksual. Sipas shërbimit të prokurorisë, veprat penale të dyshuara thuhet se janë kryer në periudhën nga korriku i vitit 2010 deri në gusht të vitit 2017. Vëllezërit 8 kanë mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat ndaj tyre. Shërbimi i marshallëve të SBA-s ka konfirmuar arrestimin e 2 vëllezërve, ndërsa një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka thënë se ndalimi i tyre është bërë në kuadër të procedurave të ekstradimit. Pas arrestimit, avokati i vëllezërve, Joseph McBride, ka deklaruar se gjithë bota e di se Andrew dhe Tristan janë të pafajshëm, duke kundërshtuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Kancelari Gjerman Friedrich Merz ka thënë të dielën se tani mund të ketë një mundësi për ndryshime në kabinetin e tij. Deklarata e tij u bë pas dorëheqjes së një politikani të larë gjatë fundjavës. Kjo mund të jetë një mundësi, është shprehur ai për transmetuesin ZDF, kur është pyetur rreth ndryshimeve të mundshme në kabinet. Politikani gjerman Jens Spahn është dorëhequr të shtunë nga posti i kryetarit të grupit parlamentar qeverisës CDU-CSU, pasi ai dhe partneri i tij përdorën një grua surrogate për t'u bërë prindër. Edhe pse më herët e kishte kritikuar si praktik e po ashtu partia e tij e kishte kundërshtuar. Ky proces është ndaluar në Gjermani. Vetë Spahn kishte refuzuar ta zbuste politikën kur ishte ministër i shëndetësisë në vitin 2020. Prandaj ai dhe partneri i tij Daniel Funk përdorën një nën në SBA. Çështja ka nxitur debat në Gjermani. Ai ka thënë se ka kuptuar që lumturia e tij personale për të krijuar një familje nuk është e pajtueshme me funksionin e tij politik. Kanada für die